Njeriu që manipulonte ëndrat, Edgar Cayce. Nuk kemi folur asnjëherë për manipulimin e ëndrave dhe nuk kemi folur se si, me anë të ëndrave, njeriu mund të ndryshojë jetën e tij. Kush është rastësisht, le t'i bëj like faqes shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi prerë bashk. Kush nuk e ka bërë ende, ju faleminderit. Edgar Cayce është një nga figurat më emblematike ose emblematike të shekullit, sepse ishte i pari që mendonte ose që deklaronte ose që dëshmonte që me anë të ëndrave mund të ndryshosh jetën. Shiko, Edgar Cayce ka një libër të tërë të të gjitha evenimenteve që ai kishte parashikuar përpara se ato të ndodhnin. Akoma sot një pjesë prej tyre nuk janë zbërthyer sepse i përkasin viteve që vijnë. Megjithatë, si ishte mundur që njeriu të futet në ëndra dhe të modifikojë ëndrat, madje dhe të informohet për të ardhmen. Dëgjojeni me kujdes. Disa për jush e kanë parë filmin Inception, që është film i Leonardo, që është protagonist Leonardo DiCaprio, bile ka edhe personazh të tjerë të famshëm brenda këtij filmi, por në filmin Inception mund të kuptoni që se si është formuar materia në bazë të ëndrave. Kush e ka bërë atë film e di shumë mirë që, sepse duhet të dini që mbas filmave ka shkencëtar, ka studiues. Pra filmat që shikoni ata hollywoodianët, për të mos patur polemika dhe për mos të qenë të kritikuar, kanë nga shkencëtarët më të mëdhenj të globit që marrin pjesë në të. Në fakt, filmin Inception, unë di që një nga këta ka qenë edhe përveç se Hawkins, ka qenë edhe një shkencëtar anglez, dhe që në fshehtësi nuk e kanë thënë, por në fshehtësi ai ka bërë dhe filma të tjerë së bashku me regjisorin që bëri Inception. Pse po e tregoj këtë? Sepse nëse e kuptoni, aty tek filmi, bile ja u këshilloj që ta shihni këtë film, po ta kuptoni atë, po ta shihni mirë filmin, do kuptoni që është vërtet, me një fjalë që mes ëndrave ti mund të, përveç se mund të futesh në ëndra, por mund t'i frenosh ato dhe mund të modifikosh jetën tënde. Po e dëgjuat mirë. Mund të modifikosh jetën tënde. Shiko, në mënyrë shkencore, ne nuk e kemi kuptuar akoma universin se si funksionon. Dhe sipas gjasave e shkuara, e tashme dhe e ardhmja janë një, dhe gjenden pikërisht brenda universit. Dhe ne, në qoftë se do të dim të zbulojmë çelësinë dhe do të dim se si të modifikojmë materien, sepse e modifikon duke kuptuar, duke marrë informacionet. Pra ti në qoftë se di një informacion, shiko, atë që bëjmë ne këtu, ne japim informacione, dhe informacioni është dije, është pushtet. Gjithë bota sundohet nga dija, pra nga njerëz të informuar. Dhe ti, në qoftë se për shembull do ta zëm, t'ja u bëj një, shiko, më erdhi një ide brillante që t'ju bëj një parantezë. Në qoftë se ju futeni në një dhomë, do futeni në një dhomë sepse jeni të detyruar të futeni në atë dhomë, që është jeta. Dhe ti, në qoftë se di se si do ecësh, sepse dhoma është komplet pa drita, është dark. Me një fjalë, është skëter, çdo gjë brenda, dhe ti nuk i të ndizen ato dritat her pas here gjatë rrugës që ti bën. Pra ti bën rrugën, por ti shikon për shembull komodinën, shikon banjon, pra ti teksa futesh brenda një shtëpie. Por ti, në qoftë se ti do ta dish atë shtëpi përpara se të futesh aty, pra ti e njeh, e ke parë për shembull, dhe e di se ku do shkosh, e di se çfarë do bësh. Si mendoni ju? Ti do ecësh më mirë brenda asaj shtëpie, do të dish se si do sillesh, normal që po. Pikërisht pra, ky është informacioni. Dhe informacioni, për sa i përket ëndrave, është tepër i rëndësishëm. Ne, në qoftë se do të njohim jetën tonë, pra të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, ne do të dim se si do sillemi. Dhe do të zbërthejmë shumë gjëra. Shiko, disa edhe nuk e besojnë Edgar Cayce-in, që ka parashikuar shumë gjëra dhe ka thënë shumë gjëra. Bile kam vënë disa video të disa gjoja pseudo studiues dhe pseudo shkencëtar që u duket vetë se kur çfarë dim, por në fund fare japin disa paradigma banalissima, banale, me një fjalë disa përputhje banale, që nuk ja vlen.
Po ja u them këtë jo se dua që ti jem egoist këtu, por po ja u them sepse ti nuk mund të bazohesh tani të thuash po mirë, ai nuk e gjeti këtë, ai nuk e gjeti kështu atë. E rëndësishme është informacioni. Ai nëse ka dhënë informacionin që në atë kohë, në atë ditë do të ndodh diçka dhe ai e tregon parafërsisht, ti nuk mund t'i japësh atij ta gjykosh atë të thuash që po jo nuk e gjen sepse nuk e gjen dot me përpikmëri, sepse je në ëndra, je në një tjetër dimension. Pra ato informacione që ai Edgar Cayce merrte dhe jepte, unë mendoj që një pjesë prej tyre, të paktën 30% të tyre janë të vërteta, pra që kanë ndodhur dhe ai diçka dinte. Tani nuk është këtu pyetja se si i dinte. Pyetja është që si të zbulojmë me të vërtet ne që të gjejmë mënyrën se si të mund të njohim disa evenimente të jetës tonë që të dimë se si të ecim nesër. Dhe për shembull, në qoftë të se me sa jemi të informuar, disa thonë që ti vetëm një gjë nuk mund të shmangësh, vdekjen, sepse vdekja tregohet që i përket një tjetër dimensioni dhe nuk ka të bëj fare në fakt kur thuhet që erdhi për vdekja nuk pyet dhe kur vjen ajo ditë është. Dhe përveç kësaj, evenimente tjera mund të parashikohen. Për shembull, nuk mund të krahasoj me Nostradamusin Edgar Caycein, por unë them Edgar Cayce është shumë më shumë se Nostradamus. Nostradamus fliste me superlativa, kurse Edgar Cayce ka folur me fakte. Dhe tjetra është që unë mendoj që sepse kemi bërë edhe emisione për këtë, përsa i përket ëndrave, dhe unë ju kam thënë që kam zbuluar që ëndrat e njerëzve në përgjithësi në të gjithë globin ndahen në 3 kategori. Kategoria e parë është njerëz që ëndrojnë normalisht ose disa prej tyre nuk e mbajnë mend që kanë ëndëruar, kurse është një pjesë tjetër që mbajnë mend ëndrat dhe është një pjesë tjetër që mund t'i modifikojnë ëndrat dhe janë një pjesë e vogël. Kjo është e vërtetë, është më se e vërtetë kjo. Dhe përveç kësaj, ka disa që i përjetojnë një jetë tjetër gjatë ëndrës. Pra, ai është në ëndër, ky njeri, apo grua apo burr qoftë, është në ëndër dhe ai është koshient që është dikush tjetër në ëndër. Nuk janë fantazi këto. Këto janë të vërteta dhe askush nuk ja u thotë që nëse ka një njeri, nuk do t'ja u thot publikisht që unë jam i tillë, sepse ka frikë se mos e qeshin, ka frikë se mos i bëjnë teste, ka frikë se mos të bëhet që ta marrin ta fusin nëpër laboratore. Ose të tjera akoma ka njerëz që e thonë. Për shembull, unë kam parë një indian që ai është një kështu budist dhe ai futet në meditacion dhe gjatë meditacionit në ëndër, futet në ëndër, mediton dhe fillon pastaj futet në një tjetër dimension. Dhe unë di që ai ka bërë edhe vizita, u ka bërë vizita disave që nuk besonin, u ka bërë vizita në ëndër po flasë. Pra, unë mendoj që me anë të ëndrave njeriu jo vetëm që mund të marrë informacione, por mund edhe modifikoj jetën e tij. Bile do t'ju them, ka një teori të çuditshme kur thuhet që ka disa njerëz që me anë të ëndrave ata mund të planifikojnë jetën e tyre për të qenë të pasur. Planifikojnë në mënyrë kaq eksakte sa mund të jenë të pasur. Shikoj, është bërë një eksperiment në Rusi nga vitet 70, 67-70, për këta njerëzit me veti supernaturale. Dhe mendohet që janë gjetur disa prej tyre, jo një, por disa që kanë veti mbi natyrore dhe disa prej tyre janë përdorur në shërbimet sekrete. Bile ka disa nga këta që i kanë kultivuar, pra i kanë stërvitur që të mund të përdorin forcën e tyre të mendjes edhe për hipnotizojnë njerëz, mund të vjedhin diçka në dorë dhe ti nuk e kupton, mund të hipnotizojnë duke të thënë një fjalë dhe ti e beson që është ashtu etj. Pra, këto janë fakte reale. Megjithatë, unë doja t'ju thosha juve, doja t'ju pyes, kush është gjëja më absurde që keni ëndërruar ndonjëherë dhe në qoftë se e keni parë, a ka ndryshuar jeta juaj gjatë kohës që ka ndodhur? Jam i bindur që po. Pra, nga ky moment, unë ju them që bota reale mund të ndryshohet në bazë të disa teknikave nëpër ëndra. Megjithatë, unë pres komentet tuaja se çfarë keni parë ju në një ëndër të çuditshme dhe në qoftë se këto që po ju them tani, edhe së bashku me Edgar Caycein,
mund të jenë të dobishme për ëndrat tuaja. Pres komentet tuaja dhe doja të pyesja kujt kategorie i bëni pjesë ju. Kategorisë së parë të ëndrave, të dytës apo të tretës, ato që thash më përpara. Okej? Pres, ju përqafoj. Natën.